Në gjykatën themelore të Prishtinës ka nisur një proces I rëndësishëm gjyqësor për drejtësi në Kosovë. 53 persona po gjykohen në mungesë për masakrën e Mejës, një prej krimeve më të rënda të luftës, ku me 27 prill 1999 u vranë dhe u masakruan 370 civil shqiptar. Në sallën e gjyqit sot janë paraqitur 53 avokat mbrojtës të caktuar nga shteti për të përfaqësuar të akuzuarit. Për të kuptuar më shumë se çfarë përfaqëson ky gjykim, për ata që përjetuan dhimbje në radhë të parë, sot do të flasim me një nga të mbjetuarit e masakrës, I cili sjell kujtimet, humbjet dhe pritjet e tij përballë një drejtësie që ka vënuar shumë natyrisht që të vi. Në lidhje direkte kemi Lush Krasniqi, mbjetuar I masakrës së Mejës. Zotri Krasniqi, mirë se vini në Kosova Live. Përshëndetje. Para se të kalojmë tek ju, do të kisha dëshirë që të lexonim pak dosjen e prokurorisë ndaj 53 të akuzuarve për masakrën e Mejës. Në seancën fillestare të hënën në gjykatën themelore në Prishtinë, në mungesë siç thamë edhe më herët ndaj 53 të akuzuarve për masakrën e Mejës, prokurori Ilir Morina tha se janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore për mbajtjen e gjykimit në mungesë ndaj 53 të akuzuarve, ka raportuar betimi për drejtësi. Prokurori tha se për të akuzuarit janë lëshuar flet të rështime ndërkombëtare nga gjykatësi I procedurës paraprake për sigurimin e tyre. Morina kërkoi të zhvillohet gjykimi duke respektuar në tërësi të drejtat dhe lirit e themelores. Ndërkohë natyrisht që zotri Krasniqi do donim që të flisnim pak me juve se si ndjeni sot kur ishte edhe kjo seancë, ndërkohë që të akuzuarit as nuk ishin fare prezent. Po, ndjenja familjarit, sidomos atyre të kategorisë së personave të zhdukur, është gjithmonë shumë e dhimbshme, shumë e fshehtë, shumë e pa ndjeshme nga të tjerët. Është një fenomen që hyn në kategorinë e krimit më të rëndë. Zotri Krasniqi, të kërkoj falje që po ndërpres, lutem nëse ke mundësi ta lëshosh kamerën edhe një herë se nuk ka mundësi t'ju shoh. Po, duket se kemi një problem teknik, po provojmë që edhe një herë që të lidhemi me zotrin Krasniqi. Po ju kemi. Kam një kyçe, kërkoj falje, kam një kyçe tjetër. Ndjenja është shumë e dhimbshme, ka kaluar mbi një qerek shekulli dhe një ndër masakrat më të mëdha në Kosovë data 27 prillit, me që raste janë vrarë përsekutuar në format më të dhimbshme 377 persona, në mesin e të cilëve edhe 4 femra, paraqet një gjenocid të pastër të pushtetit serb ndaj popullit shqiptar. Paraqet një operacion të organizuar nga nivelet më të larta ushtarake dhe shtetërore dhe policike zgjedhjes suicidale të Serbisë. Kështu që futja në akuzë të 10 pjesëmarrësve kriminal në këtë masakër është një ngushëllim për familjarët dhe se kjo na jep në kuptuar se drejtësia vonon, por nuk harron. Po, mendoni që është I vënuar ky proces? Po, duke marrë parasysh se çfarë organizimi shtetëror jemi duke pas dhe sa prapa kemi ngelur me shumë procese, vërtet është shumë vonë, sepse akuzat ose hetimet shkruajnë në proporcion të drejt me kohën. Do të thotë që qa më shumë që kalon kohë, aq më vështirë është që të vim deri te ndonjë dëshmi, edhe pse fatmirësisht ka shumë dëshmi, por që ato nuk janë arkivuar dhe interesimi ka qenë shumë I vogël deri më tani. Do të thotë një numër I njerëzve kanë vdekur, një numër I njerëzve kanë ikur, domethënë janë larguar nga Kosova, një numër janë të dëshpëruar, kështu që rezultatet do të ishin shumë më të mira para 10 viteve ose pas 11 viteve, sesa pas 26 viteve. Po, natyrisht po flasim për një masakër ku kanë qenë 370 viktima. Zotri Krasniqi, nëse mund t'ju pyes se si arritët ju që të shpëtoni nga kjo masakër edhe çka ju kujton ajo datë, është mirë të flitet, sidomos në këto kohë kur edhe po zhvillohet procesi I drejtësisë për këtë çështje. Po besoj që nuk ka hapësirë që të flasim për një histori të papërshkrueshme dhe të gjatë se si ka ndodhur, por unë kam qenë me datën 27 prill me tërë familjen dhe me një pjesë
të disa fëqinjve të kun rreth 50 njerëz, kemi qenë në shtëpinë tonë. Dhe ne po vërejtonim nga një pikë shumë e lartë atje në Malure, se çfarë po ndodhte në këtë operacion të organizuar nga strukturat kriminale serbe dhe formacione të ndryshme ushtarake, policore dhe paramilitare. Neve na kanë në rrethues 7 të mbrëmjes, na kanë rrethuar Këmbësoria serbe, ushtria, policia ushtarake, na kanë vrarë një fëqinj timin aty në oborrin tim. Pastaj na kanë mbledhur, na kanë kërcënuar, na kanë ofenduar, etj. Dhe pasi që na kanë ndarë dikun rreth 15 meshkuj mbi moshën 15 vjeçare, ata kanë zgjedhur 3 më të mëdhenjit pra për nga mosha familjes time, Axhin tim Pietrin, Pashkun dhe Markun, dhe i kanë ndarë nga grupi jonë dhe na kanë kërcënuar se nëse ne nuk paraqitemi në Koronicë, kështu ashtu siç jemi, këta do të jenë të pushkatuar. Së bashku me 3 anëtarët e mi të familjes, ka qenë edhe një Husen Ragami nga fshati Skevjan, një fshat të Avë Gjakovës, të cilët ata ndërkohë kishin zënë rob në pyll, dhe kështu që ata i kanë marrë të katërtit dhe atë natë kanë fjetë në shtëpia tona, ku është bërë një luftë mes UÇK-s dhe formacionit ushtarak të ushtrisë së Serbisë. Pra ata janë strehuar në shtëpitë e juaja? Po, atë natë kanë fjetur aty, sepse vetëm ka pasur terri, dhe operacioni masakra mes ka ndodhur edhe 27 dhe 28. Domethënë, aksioni ka qenë 2 ditur, e jo 1 ditur. Pastaj është zhvilluar një luftë, ka mbet një i vrarë UÇK-s, ka mbet një ushtar i vrarë i ushtrisë, e kështu me radhë, një histori e gjatë, neve ne jemi shpërngul, ne jemi larguar me traktora, dhe pastaj kemi mbetur një kohë të gjatë duke u endur, duke u srollatur brenda Kosovës deri në shlirimin e vendit. Po, vrasja e personave t'juaj të afërt ka ndodhur para syve t'juaj, i keni pa ju gjithë ngjarjen apo i kanë larguar ata? Po. Jo, do të ishim shumë të kënaqur sikur të ishin vrarë para nesh, por ata atë natë janë mbajtur si rob të gjallë. Të nesërmen i kanë detyruar që me batanie të bartin një ushtar serb të vrarë dhe një ushtar serb të plagosur. Pastaj atje i kanë dorëzuar në një pjesë dikon 5 kilometra larg nga shtëpia ime, kanë të takuar njësinë speciale antiterroriste policore të Serbisë, dhe formacionet ushtarake u kanë dorëzuar këta 4 robër të luftës, do të thonë 3 anëtarët e mi dhe Husen Ragami, u kanë dorëzuar policisë, dhe aty ka qenë Drakutin Josipović Guta, një ish komandant i stacionit policor dhe një kriminal famkeq në Ponashec, i cili pra i ka pushkatuar në mënyrë klasike, dhe pas 3 ditëve organet komunale të varrimit, së bashku me policinë, kanë shkuar dhe i kanë marrë në pyll, duke pastruar trenin nga kufomat, dhe i kanë varrosur në varrezat e fshatit Koronicë, ku pastaj në 2 javëshin e fundit para tërheqjes së forcave serbe, i kanë zhvarrosur dhe i kanë dërguar në batanicën 05, ku janë identifikuar në vitin 2005 dhe janë kthyer dhe rivarrosur në Meje në vitin 2005 në 6 vjetorin e masakrës. Po, pra mendoni, pra nga ju që po tregoni në fakt, po shihet se ka ndodhur një maltretim disa ditësh, edhe natyrisht ka qenë edhe për familjen më shumë maltretim kur është ditë që është bërë dhe zhvarrosja e tyre dhe janë bartur nga një vend në një vend tjetër. Po ata fatkeqësisht prej orës 7 mbrëmje deri në orën 2 pasdite të nesërmen kanë qenë në duart e tyre, dhe duhet të gjithë të imagjinojmë ose ndjejmë se çfarë kanë mund me përjetuar derisa aty është zhvilluar luftë, çka ka mund me përjetuar, kështu që nganjëherë njeriu më fort e do vdekjen se sa pritjen në ankth. Kështu që ata do të thotë kanë ndaj dikun afër 7-8 metror kanë ndaj në duart e tyre derisa janë ekzekutuar në mënyrë klasike me pushkatim klasik në një pyll larg nga fshati. Natyrisht është shumë e dëmshme gjithë kjo ngjarje, gjithë kjo që ju keni përjetuar, por në fakt dua të pyes a janë të identifikueshëm ata persona nga ju dhe a jeni marrë në pyetje si dëshmitar, keni ndihmuar me dëshmitë e juaja në këtë proces? Shkurtas do t'ju them se nuk kam qenë dëshmitar në emër të shoqatës të 7 prillit, kemi pas përgatitur padi për 38 kriminalë që kanë marrë si pas nesh, që kanë marrë pjesë në masakrin e Mes, dhe këtë dëshmi kena paraqit në Hagë përmes Paulo Pastorit, përsekutores e tusit të Tribunallit të Hagës, dikun vitet 2002-2003, ku ta di unë kom harru për momentin. Pastaj kemi punu shumë me këto strukturat hetimore, policore dhe prokurorisë që është formuar tani në nivel të Republikës së Kosovës, kena punu shumë teren.
Mirë po, fatmirësisht unë si familje kam pas fatin thojsa të them, që për rastin tim, familjes ime të dëshmoj një pjesëtar i ushtrisë, i cili ka marrë pjesë vetë në krim, si dëshmitar i mbrojtur kështall të 3 në Hag, i cili ka treguar të gjithë çfarë ka ndodhur atë natë, edhe të nesërmen, dhe ka emërtuar Sasha Antiqin si komandant i njësisë që ka udhëheq atë grupacion të ushtrisë ato ditë, dhe kështu që fatmirësisht kam pas fatin që të shkojmë edhe në Beograd dhe të ballafaqohemi në gjykim me 12 anëtar të mi të familjes me strukturat ushtarake dhe policore. Ushtarake sepse ushtarët ne i kanë kidnapuar, ndërsa policët i kanë ekzekutuar. Kështu që fatmirësisht 95% të asaj keq ka ndodhur rreth familjes sime veç e kam kuptuar. Po, ndërkohë zotri Krasniqi tani natyrisht flisni edhe për dëshmitë dhe gjithçka që ka ndodhur, mirë po sa herë përmendet masakra e Mejes, cila është ajo gjë që juve ju shkon në mendje dhe cili është momenti ndoshta më i rëndë edhe më kritik që ju e keni përjetuar? Ndarja është shumë e dhëmshme, sidomos kur ata i marrin edhe i veçojnë edhe i përdorin si peng lufte, dhe vllavi Mark pasi që atove që ndojnë nga grupi, nga familja, prani të gjithëve, na thot amanet fëmijët, edhe pse ne nuk ishim sigur që do të shpëtonim vetë, dhe ishte shumë vështirë që një ndarje e tillë dhe pastaj pasojat, më thonë të drejtën, kanë qenë mas luftën më të mëdha, sepse të rritësh jetim, të jetosh me ankën e pritjes, duke mos ditur se për fatin, sidomos për ata njerëz që kanë shpresuar që i kanë të gjallë, është shumë e përshkrueshme, shumë e pa imagjinueshme. Kështu që jena ballafaquar me sfida të ndryshme, pastaj interesi i shtetit ose i shoqërisë për këtë kategori të njerëzve ka qenë shumë i dobët, sepse është e vërtetë se këtu kemi kategori të ndryshme të dëshmorëve, kemi të invalidëve etj, por që fenomeni i zhdukjes së njerëzit është një problem shumë i nishëm, shumë humanitar, shumë i dhimbshëm dhe shumë i pa shpresë. Kështu që vërtet është për nuk pak dhe lutna së paku që ata 1600, pas 1600 që i kemi akoma të pagjetur, lutna për gjitha ato familje që sa do pak ta kenë një vend ku do të dërgoni një lule në kujtim dhe nderim. Po, në fakt ju përmendet edhe faktin që njëri prej viktimave, pra familjari ju ka lënë amanet dhe fëmijët ka qenë për juve, kështu natyrisht një bar ekstra duke i di që ajo ka qenë amaneti i fundit të tyre që ju të kujdeseshit për fëmijët, ani pse nuk e dini që ndoshta edhe ju a do të mbetni ngjallë nga kjo masakër. Tash edhe një herë, unë i kam si udhëheq i shoqatës së 7 prilli prej maslute, i kam ushqyer njerëzit me shpresë, duke ju thonë sepse rasti i Mejes ishte rasti më i rëndë në Kosovë dhe nuk kishte asnjë informacion. Dhe ju kam thënë gjithmonë ku ishin protesta, ngreva etj, ju kam thënë se ky është vërtet është sekret, por që siç thot populli, do ta fshehësh një pashë në tokë, do të del 10 pashë mbi tokë. Dhe kur doli e vërteta për rastin e Mejes, ky rast është më i suksesshëm në atë kuptimin e identifikimit, sepse nga 377 kanë mbetur edhe 14 të pa identifikuar. Kështu që ky është një rezultat i mirë, krahasim sepse duhet ta dimë se në shumë luftra, po edhe këtë luftën e fundit, shumica e njerëzve nuk do të gjenden kurrë fatkeqësisht, andaj ne duhet të jemi të gjithë krah edhe ndihmë atyre familjeve që sot janë me ankthën e pritjes dhe fatkeqësisht shumica nga ata do të mbyllin syt pa ditë për fatin e më të dashurve të tyre. E qartë, zotri Krasniqi, unë ju falenderoj shumë për këtë paraqitje të drejt për drejt dhe gjithë këto informacione natyrisht që u rikthyem edhe një herë në këto momente shumë të vështira për juve dhe familjen tuaj. Jo, ne kemi obligim ndaj atyre që sot nuk janë, dhe që ne sot, siç shohim, përgëzojmë një liri, e cila liri themelin e ka në gjak në sakrificë, jo vetëm të lutjes së fundit, por sakrificës shekullore të popullit tonë me një armik shekullor i cili jo që mbi 200 vite mundohet të ketë politikë çfarose, por akoma vazhdon që ta ndjek të njëjtën rrugë, dhe se unë si familjar dhe si pjesë e shoqërisë mendoj që akoma jam në gjendje lufte, sepse akoma asgjë nuk po vjen në binor në mënyrë që sa do pak njerëzit të jenë të qetë, të lirë dhe mos jenë të ndrojtur. Natyrisht, zotri Krasniqi, ju falenderoj edhe një herë për këtë paraqitje të drejt për drejt, natyrisht që do të kemi mundësi që të lidhemi bashkë edhe herave tjera. Faleminderit dhe uroj që Instituti për krimet e luftës mos ta merr këtë punë shumë seriozisht, sepse kanë kaluar shumë kohë
pastaj ne kemi fatkeqësisht si shtet, si shoqëri, ne krijojmë grupe, krijojmë organizime, mirë po funksionalizimi ose rezultati i tyre në shumë aspekte po na dështon. Ju faleminderit shumë edhe uroj që të ketë sukses dhe ngushëlloj të gjithë familjet të zhdukurve dhe të gjithë viktimat e luftës në Kosovë dhe me zgjer. Faleminderit. Gjithashtu zotri Krasniqi.